Që finalen e fiton Parisi një, kjo nuk diskutohet. Për mua, finalen. E para, e dyta, rezultatet. Problemi është i rezultatit. I rezultatit është i atill që mendoj një 2-1, edhe pse Interi do kaloj në avantazh i pari, më thënë, mendoj që ndeshja do kthehet. Wow, çfarë parashikim. Parashikim ndeshje me analizë. Po ta bëj. Parashikim po. Okej. Dhe ditë them që thash një atë Champions League e fiton Parisi. Rezultati do të jetë 2-1 për Paris Saint-Germain. Po, dhe shënon Interi pari. Golin e parë bën Interi. Po, pra dakord. Avokat. Për mua është pyetje retorike, mos më pyet fare. Po më thuaj rezultatin, mos fol fare vetëm rezultatin dua, rezultatin kohë. Fitoi Interi jo me të vëllëzim. Mendoj 1-1 edhe me penallti duhet fitoj Interi. 1-1 shkohet rregull. Okej. Xhafa? Unë kam parashikuar që herët që del Paris-Barcelona në finale, kështu që normalisht që e fiton Parisi, duke qenë se Barcelona s'është, e fiton Parisi. Po rezultatin pra? Ashtu i bit dalë dhe ke minutat kur bëhen golat, rezultatin është i se Po din mos ka gjë, pse? Keni siklet mos xhironi kështu me rezultate. Them 2-0. Pa e them, rezultatin pa e them kot ose nuk është vetëm një gjë që se tani këtë duhet ta thoje se mund dalë rezultati po e them kot. Vilma ka një gjë. Të lutem, t'ja marrë dhe parashikimin e Patushit, po. Fal. Unë besoj që do fitoj Interi 1-0.